Në një kohë kur siguria kibernetike është kthyer në sfidë për të gjithë botën, një tjetër debat ngrihet mbi zhvillimet teknologjike. E njohur si DPI, teknologjia e inspektimit të thellë të paketave, është pranuar nga shumë vende me një argument të thjeshtë, sepse ofron një analizë të detajuar të trafikut, duke mundësuar zbulimin e kërcënimeve në kohë reale dhe duke përmirësuar performancën e rrjetit. Kjo teknologji e përparuar i fuqizon organizata dhe ju jep mundësinë të monitorojnë, analizojnë dhe sigurojnë rrjetet e tyre kundër kërcënimeve gjithnjë më të sofistikuara, pasi ndryshe nga inspektimi tradicional i paketave, DPI gërmon më thellë në ngarkesën aktuale të secilës paket. Deri vonë, firewallet nuk kishin fuqinë e nevojshme për punuese për të kryer inspektime më të thella në vëllime të mëdha trafiku në kohë reale, por DPI, sipas organizatës Digital Impact Alliance, mund të shqyrtojë përmbajtjen e një mesazhi dhe të identifikojë aplikacionin ose shërbimin specifik që e ka dërguar atë. Përveç kësaj, filtrat mund të programohen për të kërkuar dhe ridrejtuar trafikun e rrjetit nga një gamë specifike adresash të protokollit të internetit ose një shërbimi caktuar online, siç janë Facebook ose Twitter. Megjithatë, për eksperten e sigurisë kibernetike Praja Vora, ku sistemet digjitale etiketohen si DPI, por zbatohen të izoluara dhe pa masa mbrojtëse të duhura, këto sisteme paraqisin rreziqe shumë reale si për qeveritë ashtu edhe për njerëzit, duke shpërdoruar para dhe duke minuar besimin e publikut. Për të krijuar dhe ruajtur besimin në ekosistemin digjital, njerëzit duhet të kenë besim në politikat, shërbimet dhe sistemet digjitale. Ky besim ushqehet përmes praktikave të hapura dhe transparente, të cilat nga ana tjetër nxisin llogaridhënien. Korniza sugjeron që DPI mund të bëhet transparente dhe llogaridhënëse përmes mbikëqyrjes publike, tregjeve të lira dhe të hapura dhe përdorimit të aseteve të hapura si mallrat publike digjitale. Edhe eksperti amerikane Kay McGowan shpjegon se duhen me mos mekanizma ligjor për ta mbajtur këtë teknologji në kontroll, pasi ndryshe do të shtonte mundësinë për censurë dhe shkelje të privatësisë. Për të siguruar që DPI funksionon për njerëzit, kodifikimi i normave globale është i nevojshëm, por në fund të fundit i pamjaftueshëm për t'i mbrojtur ata nga dëmi. Çdo kuadër i nivelit të lartë duhet të plotësohet me mjete dhe mekanizma praktik që pajisin një gamë të gjerë palësh të interesuara për të parandaluar, monitoruar, identifikuar dhe denoncuar keqpërdorimin e DPI-s. Pajisja Deep Packet Inspection janë implementuar së fundmi edhe në Shqipëri nga kompanitë celulare, por pa një kuadër të qartë rregullator, duke ngritur shqetësime serioze mbi privatësinë dhe liritë digjitale të qytetarëve. Në një skenar pozitiv, përdorimi i pajisjeve DPI do të ishte efektiv për të bllokuar platforma si TikTok, por gjithashtu edhe instrumenti fuqishëm për mbrojtjen ndaj sulmeve kibernetike. Megjithatë, aktualisht, nga qeveria nuk është publikuar asnjë verifikim nga ekspertët lidhur me referimin që i bëhet përmbajtjes së analizuar nga DPI.